Po, zonja Huduti, sipas jush, dim ne faktikisht që ta konceptojmë drejt çka është modernizimi ose edhe a i pranojmë ne ndryshimet në shoqëri? Modernizimi është një normë e cila vendoset në një shoqëri të moderne, të kohës. Mirë po, për fat të keq, disa i pranojnë, një pjesë e popullatës nuk e pranon, mbetet me atë radikalizmin e vet, apo me atë çështjen e mendësisë patriarkale. Mirë po, ka të tillë që e mbajnë edhe traditën, edhe këto gjana tjera, komponenta tjera të modernizmit. Por, për fat të keq, unë në Kosovë e shoh që modernizmin, sidomos rinia, e ka marrë si imitim. Verbërazi, si imitim e ka marrë, jo si procesi zhvillimit. Të në që ka kopjuar blanko, ashtu... Ka kopjuar në perendim, ajo si procesi zhvillimit në teknologji, në çfarë elemente ke pa që faktikisht shoqërore. Për shembull... A dy që të jemi sa më konkret, dhe me shembull konkret është në çfarë pika ke e vrejt që faktikisht shoqëria jonë për hir të modernizimit ndoshta po bëhet diçka jashtë asaj çka edhe do. Domethënë në numër 1 na nuk shikojmë në ato të mirat që na sjell modernizimin nga aspekti brendshëm, por vetëm shikojmë në të jashtmen, sikurse është veshja, stili i jetesës, mandej nga aspekti ekonomik bashkë bisedova, pasi zotëria dhe ekonomist që ka me profesion, bisedova se thash që na nga aspekti ekonomik ma shumë i japim rëndësi konsumit, çka me ble, e jo si me përparun. Në aspektin e teknologjisë, e keq përdorim teknologjinë për gjërat që janë moderne, përparimtare të avancuara, gjithashtu edhe në aspektin e të jetuarit urban, për shembull, ne kemi shumë ndërtesa luksoze, kemi shumë një luks që shihet jashtë, qoftë në përjete sociale, aty për kështu. Në realitet, nëse shikojmë ato ndërtesat luksoze, në perëndim do të kishin obligative që çdo 3-4 ndërtesa ta kenë një park për fëmijë, edhe për pleqë edhe për njerëzit që edhe kanë di lodrave për fëmijë. Ndërka që kjo është një modernizëm jo i duhur që i pengon, sidomos neve rinis që dalim, unë s'jam ere, po më duket vetja ere ku rrim me juve, se po m'jep një energji. Nëse një vetën të re, mund është me thonë edhe ne të rinë. Po, pse jo, se robi plaket kur do në vetë. Kështu që kur të shkojnë rinia në perëndim, ata tamam e shojnë një modernizëm të duhur, duke fillu prej arkitekturës, prej barazisë gjinore, prej gjitha avancimeve që kanë arrit. Prandaj unë mendoj se duhet pak ta korrigjojmë këto të mirat e modernizmit që na vinë në shoqërinë tonë. Të jemi më të kufizuar, me pak fjallë. Ta kuptojmë pak ma mirë modernizm. Arnore, e ke gjetë vetën do njëherë në pikën ku je paragjyku, ose të kanë thonë njerës që shka e të bo, për shkak se ndoshta ke vepru